Në mungesë të mbështetjes nga struktura qendrore të mbrojtjes civile, Shoqëria Rajonale e Ujësiellës Kanalizimeve në Lezhë në bashkëpunim me Bashkinë Mirdit ka nisur vetë punën për rivënien në funksion të ujësiellësit, i cili u dëmtua nga rrëshqitja e një masivi shkëmbor rreth 400 metra poshtë ymbledhësit të Barxhanës në zonën e Efanit. Pas normalizimit të situatës nga rrëshqitja e gurëve, punëtorë dhe mjete, në kushte mjaft të vështira dhe të rrezikshme për shkak të terrenit malor, janë angazhuar për riparimin e tubacioneve të dëmtuara. Puna po vijon prej 2 ditësh, ku në ndihmë të institucioneve përgjegjëse kanë shkuar edhe specialistë të sektorit privat, si saldator dhe manovrator. Prej disa ditësh, si pasojë e rresheve të shiut, është dëmtuar kolona kryesore e linjës së ujësiellësit të Mirditës, Rrashenit, që përfshin edhe numër të madh të shatrash që furnizohen me ujë në atë linjë. Bashkia në bashkëpunim me ndërmarrjen e ujësiellës të kanalizimeve është prej disa ditësh që po merret për ta riparuar. Normalisht që terreni është shumë i vështirë dhe do duheshin mjete dhe bashkëpunim edhe me sektorin privat. Lartësia nga rruga e Kombit është afërsisht 1000 metra, ku duhet të ngjitesh në një terren shumë të vështirë. Aty bashkë me manovrator, të cilët realisht janë për të falendëruar për kontributin dhe ndihmën që po na japin, po e riparojmë, po e saldojmë, dhe besoj se brenda 2 ditësh do furnizohet normalisht i gjithë zona me ujë të pishëm. Dërsa drejtori i Shoqërisë Rajonale të Ujësiellës Kanalizimeve në Lezhë, Zef Maçi, bën të ditur se në këtë ritëm pune, synohet që brenda ditës së martë, ujësiellësi që furnizon me ujë qytetin e Rrashenit dhe fshatrat përreth të rivendoset në funksion me qëllim furnizimin me ujë të pishëm të zonave ku aktualisht mungon. Ujësiellësi i Mirditës u dëmtua në orët e para të mëngjesit të 5 dhjetorit, pas rrëshqitjes së një masivi shkëmbor, i cili solli dëmtimin e tubacionit prej Qeliku në një gjatësi prej 85 metrash, si dhe spostoi atë rreth 100 metra nga aksi i magjistralit kryesor. Pas situatës së krijuar, Shoqëria Rajonale e Ujësiellës Kanalizimeve në Lezhë aplikoi zgjidhje teknike alternative për furnizimin me ujë të qytetit të Rrashenit.